Po, sy, një kam për operim, një kam një sy e gjysmë nga njëri. Na, dy sy zotit. Ku me e që sy unë tjetër? A kuptoni, si thonë sy unë nami, jo, zotni, unë nuk e kam punën farë sy, unë du namin. Sepse kam zbulu sa më i keq nami, më i mirë njeriu. E kam shkrujt këtë. Bardh në zezë në bardh, e më shkrujt në letër. Sa më i keq nami, më i mirë njeriu. Gjerë tash jam marrë me njerëz që ka namin e mirë, do merë me njerëz që ka namin e keq. E ne e bokrasimi, Ky ka qenë dizorientimi. Ku jash ditë kismet. Ky ka qenë, sa më i keq nami, më i mirë njeriu. Dipi ripi do. Kështu, ka lloj hakmarrjesh në këtë jetë. Unë e kam hakmarrjen te kunji. Shumë bravo. Pse se kontrollon mikrofonin që? Po se di. Po kontrolloj Nëse më fut bishin, po thash, do futem kot. Nja, u freskoha për momentin, do më hypi vapa më. E qa paste? Se si dihet, më vjen një sfidë, dalin shumë. Për mu, rregulloje. Këto topat, qeken me topa këtu? Po. Pse s'ta dhash unë tjetër? Po. Ebe? Apo duhet i mbyllësh syt që ta kuptosh? Mu duk nga foto, se ky topi nga foto duket shumë si kohë i sheshtë. Po, i shtri. Po për çesh ishte? O Liri! I tash visit si sumora me ty. Tha, unë jam burr me namuz. I thash, unë du namuzin tatë. Edhe a i filloj të qesh, po di si u bo fityra, u qel. U qel? I erri mirë. Du namuzin tatë. I ullë tensioni për njerë. O, zot, thot kjo. O, zot, kjo që nga troj gjithë dynjanë, thot. O, zot, Une, që kam bërë unë? I ke lëshu plumën, thot, po ka ngell në një. I kam lëshu unë plumën? Jo, më the mu. Ti? Po edhe ti, po ti pse si lësha plumat mi? A kene i plum ti? Si me po ndonë ti? ke vetëm kështu, bufa dhe shqiponja të igra me sqep me qa. Si me ndonë ti? Kam plumba? Gjithë skiftera dhe gjithë kështu gjonat frikshme ke. Ti si me ndonë? A kam plumba? Akrepa, që s'keti? Ti e të qa kam? Qa ke? Prit, tartabiq. Tartabiq. Qimk. Po tjere? Si di. Mole! Ka mole? Ke mole! Okej. Uaj, mami! E du shumë Sara, në makini kujdes shumë në votim. Ju lutem, po ja këto shakat i bëjmë për qef. Po deshe vit puth. Sa kam qevat të qeshme në të tolgës. Unë të putha vetëm kur dole finalista. Po dola finaliste do të puth. Ua, do më pulli Sara, e kuptoni se që do më ndodhe, ma. Po. Ka arë zjarë fiksi për këtë puth se do bëhet plak. Po dola do të puth nga gzimi. Po ke për dalti, ta njof kaptinon unë të kur hece deri këtu. O, foja. Sa më pëlqeu ajo lulja e Ermalit. Cila lule me? Kishte kështu një gjisi. Ato janë ato të hipive. Shumë i shkonte shumë dhe ishte tip. Kurse Armina më befasoj sa shumë kupton, ishte, wow, na ajer. Kujtoja që ajo
Armina. Kurse kjo tjetra ishe e frikshme me ato sytë që i bashkoheshin me trurin kjo. Wow, çfarë vampiri modern që ishte kjo femra. Bo, s'ka për trana herë në tokë ajo. Me ato shikime. Ua, zbut dhe peshkaqenin. Qa shikimi, oj mami, qa shikimi. Si bëjnë këto si të shumë? Shiko si kishte si të... Ua. Kush të pëlqeu më shumë nga të tre? U ishin kaq të çuditshëm në këto diferencat e tyre. Për shembull thash Armina më befasoi me zjuarsin. U habita që çdo gjë që thoja e kapte në ajër. U habita fare. Se ç'na? Po gjithmonë dukej si një gocë kështu e thjeshtë, e vogël, naive. Ha? Po jo, unë atë maj men, atë që kam njoftë për para u shumë vitesh. Si mund t'jetë naive? Sara, rregullo mikrofonin. Kurse kjo tjetra, kjo Po shumë kishte sakrifiku për dashurinë kjo tjetra. Po. Engji. Po me ato syt. Asaj, ene më keqe i del më për hajër, se me ato sy është e pamundur. Kurse Ermali ishte bë si guru. Taman guru ishe bë. Nuk e di se s'mora pjesë ka ajo seanca, ishte interesante. Isha në gjumë. Edhe ti, ishim plodhur shumë. Po, ika si isha shumë e lodhur. Edhe ajo atje pastaj me atë erën e vajt, e kështu që na hoqi gjithë romantizmin e darkës. Gjithë ditën pa hongër që tanim me ato, na gjetën shumë plodh. Po mendoj që kjo trio duhet ngelet gjithmonë, nuk duhet ndryshoj me opinionistat tjerë. Edhe mua më pëlqen. Këta të tre duhet rinë se janë kompensojnë njëri tjetrin. Janë të ndryshëm. Janë të ndryshëm dhe krijojnë unitet. Se po të futet në i tjetër e prish këtë unitet. Nuk bën, s'është mirë kur futen dallime të mëdha dhe me ngritje ulje në opinione. Këta janë shumë mirë. Uroj që këto të jenë gjithmonë. Shumë bukur ishin. Ermalin unë mund të kisha mbi 10 vjet pa e takuar. Vërtet? Po, unë pyti si s'ka marrë një intervistë në emision tim, pse ti fare? Dëgjova. Ha? E dëgjova, them. Edhe 10 vjet sa, po besoj 15 të 20. Aq gati 20 vjet. 10 vjet me të tujat. Po, do me thonë, kur bëm të këngë kënë 2007, nuk e maj men. Se di, se mbaj më. Ja që atëherë, s'na ka lidhë më gjë. Pse i ke bërë një këngë? Ha? I ke bërë ndonjë këngë? Jo, po takoheshim në për festivale, ke këto festivalet rinore jemi taku. Konkuron dhe dhaj me grupin e vetë. Unë me ato konte. Edhe ti, Po. Që atëherë maj men, pastaj, se pash më. Edhe me sa kuptova dhe ai s'paska vazhdu shumë ke muzika. Jo. Që ka fut drejtim tjetër, se di. Është në biznes. E pra, se kam idenë fare. Kur dalë do t'a takoj, se që kishin një udhtim pune, edhe tha, mund të vini. Naftoj mu liri, nuk e di ko tjetër, se maj men se në ajo darka ishte pak me lloj sfumaturash, ndërhyrjesh, ti erboj zhurmë gjithë kohën me ato bisedat e tuja, pa ndërprerje, çmen e fare. Qa bëra unë Si dhe hapësirë fare, bon gjithmonë këtë, po pati protagonizmi i person, ti hap protagonizmin tatë. Ti je papame. Zhurmu si shkallës parë. E shtatyje.
Prap ato të dyja bën më shumë protagonizëm, prap Ermali ngeli më modesti. E kam qef kur bëhet pak neurotik. Ka një qeshme të frikshme kur ka përcen. E një gjanë ginit, Ndoshta, ka diçka e qeshura. Gini e kishte të shkalluar qeshurën. E kishte komplet si Mozarti në film. Unë isha këtu dëgjoja qeshurën andi nga basketbolli. Po. Pas të zbut viti kur i fora për dashurinë. E lam të premten pra? Të ndo filloj. Do bëj. Të shtunën mos më shqetësoni se kam ditëlindjen, po të jem këtu. Okej, Sara, si urdhron. Do dëgjoj porosin e gjyshit atë. Do më bësh në një dhurat për ditëlindje? Qa do t'i? E po dua diçka kreative. Po mos ma thuj. Surprizë. Dhuratat janë surprizë. Roza, rregullo mikrofonin. Mo qa t'i boj, veç më ta haj këtë me buk. S'kam qa t'i boj, mo. Qa t'i boj këti ta unë? Jeshil është. Qa djeli që i ka sot mi Sara, një mrekulli. Se duroj do djeli, në gjithmonë hije. Po pse mi se durokeni ju djelin, ku ka si Më djeli? bezdis. Si është kjo puna juj? Hani rëndë shumë ju pra ne. Unë s'kam grën fare drek. Makarona. Djafra ka qka vapër. Tani do pushoj pak. Qa t'ju bojon juve. Hani që në mirë, të sa keni oreks hani.
Si tundet gjitha ajo pemë e madhe nga pohia. Qa mrekullia. Sara, ka që dobut jam unë që më thaja Ermali pse s'shnoshesh i qik? Nëse ndihesh okej, rri ashtu si që. Jo, thjesht ka pamja, dukem shumë e dobut? Po dukesh pak. Ha? Po dukesh pak. Dukem i qik e dobut, ha? Duhet i vej ca kile, ha? Për mua po ti e di vet? Po si ti vej moj Sara se s'kom derman, lodhu knej, lodhu anej. Se di. Ha, si t'ja boj, si vehen këto kilet? Se A di. ka mjek që t'nimo me vu kile? Po me ke dieta. Ha më shumë proteina. Proteina, ha? U vdes për fruta, edhe zarzavata. Edhe mishin e du të gjallë, po u zi së më pëlqen. E po. Sot hongra i cop mish që kishte rujt liri, e hongra gjallë gati. Një qike e futi në atë dhe kur e nëzorin nga tigani ishte që i doli ashu gjak për sipër, po ishte filejto. Ua sa e mirë. Kurse kur zjetë e këshu, kur bëjt shumë duket si kasht, s'kam. Asu se ha të zia. Si e hati? E skuq. Të skuq? Po. Në zgarë është i mirë. Mirë, ajo është idealja. Në zgarë pak. Do aplikoj i herë për fotomodelet moshës sime në Paris, se më duket ka i dopta i dun. Jepi. Ta boj Sara? Bëjemi, qatë mungo? Ej, do më dimosh i qikti mu me... Menaxhoj unë. Do më nim... Aman, Sara... 10% dua. E në më shumë mi s'ka gjo. 10, kash. Sara, dëgjo, nuk i kam shaka, se ti e shumë e futur. Po do ta bëj, pra do ta bëj qatë bëj ty unë. Vallaj, ti mund na bosh në çudira, edhe me këto dasmat mund na qosh për spektakël. Do ta diskutoj. Na nxjerr në dritë ti. Si që merë zarfin këtu ke ferma, ashu na sill zarfin edhe neve, edhe na nis. Me zarf na nis, na bitis, na kunt. Na nis, na bitis. Edhe unë bëj prezantusen. Prezantusen për qindjen, edhe ajtu një tjeta, jemi në rregull. Vetëm qefin e kam gjithmonë t'iki me taksi. Kam shumë qef kur hyp në taksi. Se di pse. E di që babi im ka një kompani taksish? Qa thuami? Po. Po ne pas kemi gjithë problemet e zgjidhma. Po qa ke pra? Ua, moj Je krujt kot mami. me mua. Ua, moj mami. Ndoshta nga që jam shumë e dobët edhe s'na përputhesh e fiziku. Me dha që dobët s'jam, unë 60 kg i kam. Je gjatë. Nga që jam i gjatë dukem dobët. Liri kujtoj, se gjithë robat mi binë smoll, liri kujtoj një herë që jam që peshoj pak. Edhe bëri pa djeç, jo në trydh, brinja 2 muj ka qenë nga pa djeçka. Ka qenë me britë të ndrydhë, me sa mirë ja kam bo, se ma kanë zitu mas bardhë. Moj, po hundon, ashu e ka veta i apo e ka bërë operacion? Po di unë, ku e njofu një lirin këshu?
Ua, sa hund të çuditshme që ka, si ato figurat e Essentialit të anglishtes. Gjithë ato janë me hund kështu. Se pyes dot se kam frikë se ne vrikoset kot ndonjëherë. Po jo, pyete ta mame dhe ta thonë. Merr kot. Ua që na kënaqën këto sot që na dhanë mundësinë bëjmë çik. Unë do pushoj çik tani. Ku tikësh ti e për bukurin, ngrej çik fustanin të kapi djalli komën, ngrej. Jo, se bëjmë me viza. Me qa bëhesh mi? Me viza. Po të boj një 2 viza se të shkojnë. Jo. Allah. Tjerë të bëjnë tatuazhet, i ka allë se po të Unë bëhet do viza. pushoj këtu, s'do iki. Okej, si dush ti. Zgjet e karari herë. Lëshojmë qik vetën, lëshohe. Jepi vetës prioritet. I japun vetës. I jep ti, po jep Fakti që kësaj. jam këtu është prioritet. I jep kësaj karizmës, i jepi mi trupit i qik prioritet, hiqe ta shia të fustan. Nxiri qik format. Pushoj tani. Nuk kam për të lonë, si që nuk më leti. Ma ke nxi jetën Po gjithë se ta natën. ndeza kondicionerin. Me për që të bëju? O zoti ma vdiqa me atë kondicionerin tatë, nuk e dizi jam, s'po bëj do t'asu morë këto dita si gjoj, jam sikur më ke që si pul frigoriferi më ke bo. Gjdo mjes më dhemin kërcit, komët, gjitha, pul frigoriferi, komplet, presa të shkrijem deri më drekë. Ta që kam dalë djelë po shkrijem, natën, prap jo nezat, mjes pul frigoriferi. O, zoti ma që më ka gjetë. Që si qesh? A pala që vogër. A si qesh, ma kënë zi jetën ti mu këtu, po hajtë s'ka gjo. Ku. Të betojmë dhe gishtat e komëve kam të mpim nga kondicioneri. Ja, do të shkrijen Unë tani. fride shvesh qizë dhe komët jashtë, kalkan. Ajër me azot. Qa qita i azot, qa qit, se kam ide. E? Qa qit kondicioneri? Ajër, moj? Ajër qit, po të që lloj filtruar. ajër është ai, nuk e di, duket ndryshe. Inshallah s'na kam prej internetin shtëpi, se unë s'kam njeri iq. Lepot kënë prej në dritat, unë edhe ujin, unë kur të shkoj, se s'kam njeri në shtëpi, Do flesh gjuhë me drita fik, do knaqesh. Qyqa, në nesë qëri unë atë natë, kur të arri, po kanë frikën e dritat, aman inshallah jo. Po ne këto mos si na qojnë tonën, të paktën të martën nga drekat na qëshin, shplodheshim i qik. Maru të punë, hajtë për jashta. Fiu! Pa mirë ti, flit, base flën në hotel. Si misi, na qojnë hotel, thua? Base ti, flën në hotel. Unë të fli në hotel? Po ti? Unë në flën shtëpi time. Po unë pëse mos fli shpitime? Po si dush, ik flën shpitatë. Po këto flimi, për e pa drita atje do flej, do në ezi qiri, inshallah. Më marrë një çakmak me vete të pak të mos harroj. Po qiri, kemi këtu ne? Po. Dhe fusën çantë, për çdo rast. Kush e di ka dalë gjithsa u, po me më prit mua atë natë, që do bëhet. Lene mos e pyt mo. Moza me çanta dhe valizhe, sigur ka nga Amerika. Ua, qa komedie. Ato moza. Nuk e di jam rreti Ermali, po më tha sikur edhe ky
I gjati, e di kishte vu një pupël kështu si ky, edhe e çonte mas veshit. M'ka rrejt si thuti. Ka rrit. Wow, po pse rre o Ermal, pse rre? Do ta vërtetoj kur dalë. Vdiqa për që këthasha thamë, vdiqa. Asnjëherë nuk kam e të lonë qana, pa ty jetën nuk e du qana. Asnjëherë nuk kam e të lonë qana, pa ty jetën nuk e du qana. O që më kujtu kjo fjalla namus që ka shumë e bukur. Që do t'i ka olla i thash unë du namusin tash. Ua sa fjallë e bukur kjo namus, më pëlqej ka shumë. Më burë me namus. Ti them sonte në e qik namus. Më përrejnë. Eha. Ka bo shumë mirë dalja, Po, se të tani t'i kam, u i ngrosh. duhet me e bo për ditun këtë. Që mirë kishin ashtu. Uj. Në rëmë dhe bakteria. Po, po. Visi ka ikë në gjumë. Visi në gjumë. Po buja ka në gjumë ishte? Bashkë me Romirin. I thash visit bona gabim që s'jam qep ty. Më më thale dhe të shkoj buza nga s'prije. Pa jam burë me namuz. I thash namuzin ta du. Nuk ta jam. Ai do kishe qenë fantastike. Ai do kishe qenë perë. Po, kisha frikë se mos ja ngreja shumë slekën pastaj, se ajo do ishte pa parë. Po, më tha kjo, mos luj, tha, priti herë, tha, mos luj deri të premten, më tha kjo. Tash që të bëj, se kam dhe shoqenstara nga krau tjetër. Nuk duhet me luj tjerë, se janë këto. Pa, e di. Prit tjerë, se kam dallin e lirit, se edhe për lirin vje shumë Po keq. pse unë? Mi tu, edhe për ty. Jemi të tërë, kështu që s'ke nga e mban. Do të riur, ta? Pa. Po rri, pa qep. Si thaj, sa qep kam kur e bëk shu ai. Se i ka dhe buzu si salqiqe. Kush? Kush e bën kështu? Kryeministri. Ah!
Ta i ka të gjitha ti paret, në fakt i ka shumë bukra. Ka të rregullta shumë. Ama mos na bot pësherë tim. Mos na bot pësherë tim tani. Jo, seriozisht, edhe Po me po. edhe kështu ka shumë fanse, domethënë shumë adhuruese femra. Domethënë ç'a dëgjoj kështu e kanë qef, edhe si paraqitje kështu. Ndodh. Njëherë mund t'jem përshëndetur gjithsej, nuk është se e kam takuar. Edhe përshëndetje jo shumë nga larg. Tash që jemi bërë VIP, do na ftojnë podcastin e ti. Jo, aman. Se unë këto si dushti? podcastet si kam qefare. Po, mirë. Për ndonjë eveniment, okej, po podcast, hajde shfrytëzo, fol ti për jetën tënde, non-stop. Hajde, si kam qef. Po, mendoj person tjetër edhe fol për jetën e atij personi, thuaj që ishte jeta ime dhe Po, ja do lexoj unë për Katerinë Deneuve një natë dhe do them sikur isha unë. Kam qenë gruaja Marcello Mastroianit. Katerinë Deneuve. Natë. Kanë pas fëmijë ata? Po i gocë. I gocë, Ai kryeministrit postojnë e këngë time do bënte mirë. Ja, zdike hiç. Po mirë, më ti thua për podcast, unë të them të më postoj këtë këngën time të fundit, ma postoj të Instagrami Po ai kur të bëj gjë, mendov ti bëj mirë vetes, nuk mendov do të bëj mirë vetëm ty. Po Si nuk që është ka se ka bërë mirë më përpara këtë gjë. Po kujt ja ka bë këto? Ka bërë, Florit i ka postu kë, pse mos ma postoj edhe një mua. Dhe gjë, a mundem të ta kthej këtë vatin që është me kryq, me kokë poshtë? Hajde mi leja aty se mirë është. Atë kam zemër. Unë thjesht e kam blej që është material kështu i mirë, Flori, me demek edhe i vogël. Po është kryq, edhe është me kokë poshtë. Hajde mi ma rregulloti, se me që e këtyne gjonave që i di, rregulloje. E nuk e shoh dot. Ti e di. Sa të flej gjuma, i prap kthehet si ti do qefi. Se rri një dy ta shoh e ta ruj. Ha, mirë, marrujse. Një vrim kam. Një vrim, po pse? Boni ai, ka qenë një genci. Shkojë 90 ca me bo vrimat ke ky. Unë që më knaqe, se s'm kishe kap njëri fare. Unë me të kapi. Që prej ginit s'm kishe kap njëri me I dorë. Liri thot unë do t'i shkryt koskat, po me Pa i të thot putu një herë. pusën mes, sigur unë që jam unë të punu me lopat, po prit o vlla, prit derge Mesi ka gjithë të pjesë tjera herë, rregullo këta gjonat e tjera dava Mesi. Mesi s'ka gjo, ashtu e ka ai, me goditet përqendruar. Ai brezër. Brezi me goditet përqendruar. Ku ishim ne? Ne ishim tek kryeministri dhe tek postimi. Ndrojemi atë faqe, ndrojë. ta ndrojë? Faqe, çaj të foljem Tereziti. A me mirë, pse çka ka? Që thuti, ndro faqen. E ndrova. Ishim ke gjona të tjera, shumë bukura, pa s'ka gjë. Tek Erosi ishim. Kalum aty direkta? Te Gini. Te Gini. Sikur ta sjellin Ginin këtu. Sa qef do ishte. Na bonte i korcim vetëm atje, mos ta prekshin fare, as ta shifshim kështu nga afër. Vetëm aty ke fshati në fes, një korcim. Një kërcim, po. Edhe Adi ka pas kërcim bukur. Po, Adi tash i thon këto që s'vika dot pra, se që ka i lidh. Po çka ka lidhë, se s'na ka shokë Ka shoqe? lidh me litar. Lidh, punë e madhe, blelet vinë të dy të lidh. Po patjetër mi që do vinë, Do edhe do i shohim. Po patjetër mi do jetë një ditë. Na ka marr malli. Po do unë. Po erdhi spysfari, lidhi pa lidh, do ta përqafoj, do ta Po puth. patjetër që do ta përqafosh, edhe ai ka për të përqafuar ty. Atë se dim. Tash. Kur hiku s'na përshëndeti. Po kur iku Sa keqëm ka ardhur kur hiku, jo vetëm për vete, po edhe për atë si ishte gjithaj Po për atë patjetër. Po jo, edhe për vete merri keq me çado lusha. Se ishte lojë fantastike. Tash i dhe i qik ndjenjë kishin, më thonë drejtën, po. Kjo nuk pranohet. Ja, s'e pranoj këtë. Se edhe dje, po, diskutonim kështu, ikëm të dyja duke diskutuar me Engjin, punën e roleve. Ha, me qa? Jo, është roli është e vërtet, e kështu, e si Rallafi, edhe po flisja për këtë punën me Ginin. Ma bëri kështu mu, që do me thonë, Si shë gjë. së gjë kjo më abet. Zonja i thash unë, e kupto ti që ti e ndërto rolin që në këtë moment që ti ja bë filloj duke i qesh, po tash i thash unë, rolin nuk ndërtohet vetëm nga mrena, po ndërtohet dhe nga jashtë, i thash unë, derisa ti thu
Edhe, biles mu vinde i na, se s'jepshin asnjë gjë nga lojrat e mia. Po i quj lojra, nga realiteti me Adin, s'jepshin asnjë gjë. Masi hiku, bën një kështu, bën një prime, masi kishe hik. Mas 2 prime është më duket, masi ndërtun një me ato për qafimet, gjërat e kështu. Po, sepse nuk llogaritet, sepse ti s'ke drejt që etj. Kurse këte zot mos i fshon gjymnaf me këtë të vogël, kam frikë se isa jonë na i gjose se si u zhduk ai djali ashtu për 5 minuta, nuk e di. Hiku djali u firu. E na thonë masa ne, së shkrolë është jetë. Pa hapra mleta jetojnë që ofse është jetë. Jepshi i dënim. Kujdes mikrofon. E fut që ke fakiri. Ju fus të dyve. Se s'na futet të dyve herë ke fakiri. Se s'na la njeri, dërman zgjeton. Fut që i herë ke fakiri. Po ti të më kishe thënë mumit, As me të parin, as me të dytin, s'më futët i herë ke fakiri. Ne plasëm i herë për fakiri. Po e kishim ndërtu vetëm, unë të kisha provoku, ti do kishe thënë një fjalë që s'duhet. Po jo, E ashtu edhe vrap. Gjeshin ato lloj dënimesh, ja. E kishim po Jo, vetëm i zemër, dënimin. jo, morali Ose- është kolektiv, nuk ose- ndryshon morali aq kollaj. Të kishe heq baterinë